Unë do bëj një prezantim të shkurt për personazhin që ta kemi sot të ftuar në lidhje të drejtë për drejtë nga Nepali, nëse nuk gaboj. Do të na shpjegon se ku ndodhet konkretisht. Një njeri që i sfidoi kufit mes ëndrrës dhe ekstremës. Biznesmeni i njohur nga Kosova, Petrit Klokoqi, së fundmi arriti një nga sukseset më të jashtëzakonshme njerëzore. Ngjitje në malin Everest, majën më të lartë në botë, një rrugtim që kërkon shumë forcë fizike, kërkon disiplinë mendore dhe respekt absolut ndaj natyrës. Sot flasim për frikën, sakrificën dhe emocionet e majës. Unë jam shumë e lumtur që Petriti ka pranuar ftesën tonë që të jetë sot së bashku me ne në 9:11. Petrit, mirëmëngjesi dhe faleminderit shumë që je sot bashkë me ne. Mirëmëngjesi dhe përshëndetje, faleminderit shumë. Ftesën e kam pranuar shumë me qejf se prej krasve më shumë të që i kom pas kanë qenë që më shkruajt kështu në Garmin, se në gjatë kohës nuk kena pas në ekspedit internet. Ka pas prej qyteteve të shqiptarëve të Maqedonisë, në shkruajshin kështu në stopina prej Shkupit, prej Tetovës, prej Kumanovës, prej Gosti, shumë kanë shkruajt edhe me shumë vullnet e kom pranuar ftesën. Na Petrit, jemi shumë të lumtur që e kemi një shqiptar i cili tashmë ka arritë majën më të lartë në botë. Mirë, po ja vlen të theksohet që ke qenë së bashku edhe me Flutra Ibrahimin, me Utën tonë të njohur. Mirë, po fillimisht Petrit, çush po ndjehesh tash, pasi që e ke përfunduar edhe ngjitjen në Everest, çush po ndjehesh, a je akomodu apo tash apo ndjehesh më mirë, kanë kaluar të gjitha ato simptome që janë të pas ekspozitës? Po, është dita e tretë që e kom përfundu, dhe dita e dytë me thonë pa hecje, pas 43 ditëve dhe natëve gjitje. Kuptohet që kur i ki 43 natë pa gjumë, dhe me gjumë nashta ka 1 orë, 2 orë në ditës, se ma shumë me go në lartësi të madhe, atëhere të vynë rreth 3 muaj ditë të rikuperim. Mirë, po vetëm kështu e kom marrë psikisht, e për fizikisht jena të ja boj smetin të ashtirë, po presë më të zivën tërë. Petrit, unë të përgëzoj për këtë sfidën tënde që e bëre personalisht, që e fute vete në një sfidë shumë të vështirë. Unë do të quaj sepse ditën e djeshme kam parë shumë video të tua në rrjetet sociale që i ke publikuar, por unë do doja të pyesje, duke e ditur edhe të kaluarën tënde, kështu që a është një dimension që njeriu realisht kalon për të ngjitur në këto majët kaq ekstreme. A e bën këtë për famë, për paqë, apo për t'u aratisur nga vetja? Është një farë gërshetimi, me thonë i gjithave, se në ditë sotit ku jetojmë pjesë jetës sociale, edhe ato të i shikur kanë futër në këtë rrugë, po mas shumë të është një farë lufte me vetën tonë, se është kur fillon me hi në për sport edhe në hiking këtë rast, gjithmonë ka copa fillon me kompletu për me hi në maksimumin tënë. Unë kom pasë në gjitje tjera, që janë majët e Alpëve shqiptare, krejt, konfleti më mi kështu. Mas nejna në Mont Blanc, majën e Evropës, mas nejna majën e Afrikës. Me rovë, copa, jëmë futë deri në fund për me më rritë Everesti. Po është, nuk mujna me thonë veç për rrjetet sociale dhe për këto se kjo është në funditës është një risk që njëri edhe shumë letë e hup jetën. Se na dhe figurit për tojnë që kena qenë një indian brenda grupit tonë ka hup jetën. Dhe ka post një bojz dhe Pakistanit bashkë me një tjetër që ka në ranë Krevas, kështu në ka në ranë Humner, po gropat e apullnajar që kryonë. Edhe kështu që shumë e ranë është nuk mujna me lonë veç me rrjetet sociale, se për ashtu veç unë është me dalë veç me buna e parë senit kesh për vetën tonë, po është luft me vetën tonë, është luft e vazhdueshme se unë e vrapoj edhe maratona, edhe kur vrapoj njerëz që bojnë sport e kuptojnë shumë mirë çka po them, në maratona i numëron njëri nashta orë të minutat, a këto kur fillon me numëru njëri 10 këto ditë të fal, është shumë e rëndë se nuk ka pak 43 natë me luftu me vetën tonë në kushte ekstreme, me maskat e oksigjenit, për më thonë sen elementar që të mungur është e oksigjenit.
jeta të më thonë që fillon. Kjo është e varur nga oksigen, sigurisht. E shumë është luftë e madhe. Është luftë e madhe për kushtin bjetese mas pari, më thonë. Mas nejna fillon edhe lufta fizike, mas nejnë fond krejt madhe është pish luftë psiqike, edhe me besim zot, edhe me lutje për me kalu se ndryshe nuk bëhet, se për një me sa herë ku më ra me fletë kështu gjatë kohës, i kum një si bomba kërsosin orteshe, dhe më thonë fa, s'po du me exageru, po minimum rami ka 5-6 orteshe gjatë ditës kur këna hez, gjatë natë, sa herë këna hez, dhe më thonë, shumë jenë prezente këto, se qashtu vetë natyra jenë, ma ky mal nuk e falë gabimin këto. Po pikërisht kur jemi tek natyra, kur jemi tek respekti, unë ndoket vetërit nuk ka dokumentar që nuk e kum pa për majet më të larta në botë, që është Everesti, K2, Annapurna nëse s'gaboj. Do më thonë, kum pa shumë dokumentarë dhe unë mendoj që këta tashmë njerëzit që ngjiten në majet më të larta të botës në sfida ekstreme, do ta quaja janë njerëz pak më të jashtëzakonshëm se ne njerëzit e thjesht apo të rëndomt. Do ta quaja në këtë mënyrë pa eksagjeruar është pjesa që e keni një vetëdijsim, mendoj pak më të lartë se ne. Unë du pikërisht me fol për respektin që duhet shfaqur për Everestin. Unë e di shumë storje ku natyra thjesht nuk të lejon. Everesti nuk të pranon ngjitjen. Si ka qenë ngjitja për ty? Si u rikthy energjia e Everestit tek ti? Si u përçu? Shumë është e vërtet ajo që për të se shumë letë të thojnë sherpat ose lokalistat ose guida, këtë rast që e përmene utën e kom pas guidë. Dhe përgjithësi për që ato dhe nuk u përmene shumë se këtë rast u ka orë për mu. Dhe unë e kom zakonisht përcaktohet një guidë që zgjedh njeri vetë këtë raston, që e kom zgjedhur për Ibrahimin edhe mas njëna për 2-3 sherpa që të ndihmojnë për ngjitje, që janë lokalistat. Këtë rast vish mbledhet grupi dhe janë rregullat natyrës që bone nuk i respektove ose nuk mujte se me kom pas grup edhe një shok shumë të mirë të Afrikës të Jugut, i cili shumë i përgatit fizikisht, psiqikisht, mirë po orarin në për kampe kur e ka nri, e ka kalu, të më thonë orën, edhe vish që kanë mbledh grupi edhe i kanë thonë që ti do të më kthy njëjtë edhe një të Spanjës. Të më thonë brenda grupit tonë ka pas shumë raste që na ishëm të hecë, vrishëm kamp edhe vish kur vrishën ata i thëshin ti do të më kthy. Se këtë rast, këtë herë mali nuk po dëmet me shkute. Po të më thonë që janë shumë limite se me dojë me vrapuse me hecë, normal kur ka oksigjen, ti je shumë i fuqishëm, po kur s'ki oksigjen është nuk është me mriq atë pas kohore, atëherë ti është shumë shtirë me përri, te për shtirë dhe më thonë luftë, po të më të madhe dhe i sot me vetën tem, nuk unë pas, unë i kum rriq të targete krejt, dhe kom qenë shumë pozitive dhe më kam përcjell gjatë kohës, se janë kamp, doktorët në për kampe që matët oksigjenit, në geshtë për krejt matë, në më thonë, nuk më është të me thonë, vish hajtë për shkaj, se të kemë rëndë ati jetën tonë jetë e shtirë, ata për të mirën tonë e tojnë. E në këtë rast të është Zoti me më fuqizu, edhe natyra me malit me mirë prit, edhe mujta me kalu se për ndryshe, edhe ajo shumë sfide madhe është që të kthejnë edhe ti veç që përgatit në shta 1 vjet e gjys, 2 vjet, unë këtë rast 2 vjet për ushtrime fizike, po flasë e mas nejna me fillu me psiqike, se Everesti nuk fillon në malë, Everesti fillon në shpe. Everesti fillon në fare kur e përgatit familjen, se nuk është diçka që e bën një njeri. E bën edhe familja se mjesin pa gjëmë krejtë, më thonë. E kështu në deri sot përfundon edhe të pranojnë e qështu shkon kjo pjesë njerë, se ndryshe nuk shqyro me kretën. Nuk është vetëm, do më thonë, pesha e kretë pajisjeve që të i mban, po është pesha e komplet familjes që e kime vete dhe që i mban të gjitha ata deri në maje. Petrit ka shumë kampe, ka shumë, do më thonë, disa nivele janë që i kalon. A bën pak vetëm me na përcjell kamp pas kamp, cila ka qenë ma e vështirë për ty? Po shfaqim disa pamje, Petriti nuk e ka mundësin që të shikon. Kemi disa pamje të gjitha kampeve të cilit po i përshkruajmë, dhe unë do doja t'i bëja edhe një pyetje Petritit, sepse Petriti si që nga tregoj kanë gjitur shumë male, por atë bëri Everesti konkretisht që të kuptosh se njeriu përballë natyrës
mund ta quajmë që është shumë i vogël. Po, shumë është e vërtetë ajo, edhe njëri për bot natyrës është zero më po me kuptu mas pare jetën, e nuk shto kur të thesh e vish oksigjeni, kur të thesh nivel që më është tash nga ka mandu për të Nepalit, veç kur e merr natyrën për oksigjenin, për të bërë e masena edhe tjera. Mas pare, për me kuptu jetën, që të me kuptu jetën se një falezeti është në këthejshti në nivelin zero dhe merë oksigjen, kur është krepapin, kur është qepën, kur është senët të cejt, që to senët elementare jetës që na kanë hupë fakticisht dhe me kuptu edhe me respektu. Këthejnë atë pyetja, sa i përket kapeve, po, Everesti e kapër normal, ma e mira, që sugjerohet është për 3 muaj ditë më bo, për 90 ditë, për shkak të aklimatizimit, të shkon lart kthehesh poshtë, shkon lart kthehesh poshtë, gjatë muajit mira për më fuqizu, më mësu trupi jot, edhe rruzat e kuqet gjakut më rrit, që ti më mësu me qatë anësi. Për ndryshe, nuk duhet kjo në ashtë të për 3-4 ditë, më është me gjitë realisht. Do të bëhet adaptimi, do të thuash, adaptimi në ata kushte atmosferike. Po, na i thojna aklimatizim, adaptimi. Po, kur i mrin që to, mas tina të fuqizosh, që kjo është kryesorja, se për ndryshe ti me shku direkt lart, është sikur kërset. Mund është se s'ka oksigjen, edhe është e pamundshme për këtë njerëz. Domethënë ata që thonë që kanë gjitë për 3-4 ditë ose whatever në për rekordet botërore, ata shkojnë rrinë në për metra 6 muaj ditë. Mirë po kthehen në pikën e base campit, 5360 metra, edhe mas nejna fillon. Domethënë çështë shkon kjo punë. Mas pari bëhet trekkingu prej Lukles aeroportit të Everestit që në 2800 metra deri në 5360 metra shkohet kadal për 2 javë ditë. Tu i ndrujën, katune, fshatin, njerëz e këtu i lokalisat të jetojnë për ato pjesë 4000 metra, 3700, nam që bezon një pikatune më të maja 1500 metra, ajo visë në rrugë shtë asfalt për me shku kjerri, po për ndryshe këta jetojnë që aty e rrinë, ti njerëz bezon i shishane plët kinez me thonë se mbinë sy ma shumë se janë ma lumë këtu, ishe me maskat oksigjenit, ati paralelisht e këthejnë kryti, ishe fmit të dojnë për shkollës edhe të lytë të bërë. Se ta janë të vritë këtu. Dhe janë trup tjetër, ka ozel, janë trup atjerë, janë dhe më thonë i kanë gishtat ma trash, më shnit ma gjanat, i ka adaptur natyra këta këtu. Nejse, kur kaliohen këto katune, këto pjesë, më rinë në base camp. Kur më rinë mas 2 javë në base camp, pre aty të fillon këtë historia, do të me shku me gjitë në i maje tjetër, se unë e kom bolë që më lebush e pikë, 6100 metra. Po flosëm të është kejtë që apë më bëndej sëtë, vish me që të lebush e i kom falusin kur u dashtë me bo. Mas nejna shkën e kalion që kumë bajsfull kampin e parë, delin base campin, delin kanë të parë. Mas nejna këthejsh prapë. Që të është krejt filozofia e humbja tjetër, mas shumë të qëtëdorë, është kumë bajsfull, jënë akullnoja si popcorn është për në thonë, jënë copa, e këto bilën stop. Si vjetë, nuk nga kanë përshatash të bo rekordi ma i madhe i disjes, se kanë bloku për një kohë shumë gjatë qëtë pjesë, se një pjesë nuk ka ra sipër, edhe konë shumë rrezikshme. 2014 që e co për ka ra, i ka myt 20 veta. Edhe nuk të ishtë me në lorë në shku, kështë që kena prit ko gjokat, po kena bo rotacione në për pjesë ponore, në për pjesë tjera të Everestit, deri sa natë, kur kanë shku edhe kanë tonë, i kanë qitur shkollë, më të gjata, më të noja dhe i sot të rritë Everestit, që janë me metra, në thonë si 5 parë shkollë, për mi hecë ato më të gjatat, kur i kanë vendosë ato, kanë thonë tash të është përgjithësia ju, është rreziku prapë, pjesë janë aty, prej që ekziston i Everesti, në 2014, edhe tash të është mas rreziku, po, ju e vendosni, kuptohet pasi që kena në shku kontratat për vdekje, krejt përgjithësi që kena marrë për një veti, kena fillu me hecë, që të pjesë dhe i të kampin ne, edhe më këthy. Që të shumë konë së ndjenje keqe për u kalzoj drejtë, se si e na njësë përlim, kanë dhejtë 3 veta me njere. Edhe na shumë ofri këna posë që t'indianit, ma 50 metra larkë, mos të egzagerojnë në thonë 10 metra, por që pelujnë 50 metra, dhe aj që aty fillon me mbjet, apo ne kuptohet bjen morali, fillon më një keq, së da maskulli e prem, po e kemi qëllim në vazhdim. Mas nejna jena pëthuj poshtë, apet që asoj kuket. Mas nejna prap do të me shku me, prap më pëthuj poshtë, prap që shtu shkën, na i kena rojë 6 herë.
qasaj pjesës rrezikshme, për afërsisht është një orë dy po. Në aty nuk mundesh me thonë jo me përgatit fizikisht, as kur gjatë veç drejtohesh, lutesh, na jena unë më lutë shumë, jam musliman dhe më lutë Allah, dhe veç që unë lutë Zotit, veç lem, adin tash po foli shumë drejt se më bona shumë vojzë, adin mësë ma le vojzën se qatë të mbrekemenja, mësë ma le vojzën më rritë. Petrit. Edhe mas lutjeve tona, po mënej mund më rëpriti mali edhe shumë mirë dhe kalova këtë pjesë qetë, bukur, mirë, 6 herë këm kalu mirë. Mas nena për rrinë të kampi 3, të kampi 3 ndërën krejt matematika, të kampi 3, dhe më thonë për kampi 2 të shu për kampi 3, atje ma oksigjeni, atje ma vishëm kushte jo njerëzore, presht. Edhe që shto deri sa të vjen puna me shku të kampi 4, të kampi 4 e në ferat, mo, edhe ajo është kam zonë e dekës, aty trupi njerit me i pa oksigjeni, ka 5-6 dit jetë, se është vishë kanë të rrëshk. Edhe plus pjesa e mramët pas nena është te i laristepe dhe për afërsisht qatë pjesën për 300 trupa të dekët, që s'kanë mujtë me livrikin, aty është tjetë që Te balkoni, qysh ka qenë te balkoni? Balkoni. Ja po i shikojmë edhe disa pamje, këtu i kemi për moment. Te balkoni është natën kalohet, kur më rrim, te balkoni ndronë bocat e oksigjenit, nuk më kalu mirë, saj për këtë pjesës balkonit. Mas nena shkon dhe i nalt, kur shkon për mi balkoni analt, mas nena është qajo që ishe trupat dhe ishe njerës të veshën si ti, krejt njerës dhe da janë punë që shtu njejt për me njës me verestin, për me po, e nuk është djenë shumë i ramë. Pikërisht që aty te laristepi mu ka prish maska, mu ka ngëri oksigeni. Po se dëgjuam edhe këtë lajmë që ke patur një problem me maskën, më duket që të kishte ngrirë, ishte prishur. E kena pas një maskë rezervë për 5 vetë, po ishte ty gjatë rrugës, e mas nena emocionet u shumë moje, që aty ku dhe shpërthejnë gjëtë, jo më dhe pa oksigjen, realisht maskën e moj, po s'kry punë. Mas ne prej aty te balkoni që përmeni, për afërsisht 3 orë me komunikacion, se vishin 20 vetë në ato 1 orë gjysore që shtu i meshin, po mënej pa oksigjen, po mënej me oksigjen natyrës 15-18% sa është nivelli aty të e mo. Me taktika tona që kena mësu, po fond veç më ka dhonë shirë pa oksigjenin e vetë, dhe që shtu të e mojnë herën e heraj me një, ku më rrite i kam 4 edhe shumë jam konë kesh, edhe kom postu sot bilet story një foto. Mirë që pi poston tash të këto mas post se ti kishe postu pak më herët kërkën se së kom pyetje veç nona jam. Kanë qenë të gjithë qytetarët në ankth, më beso, të gjithë kanë qenë në ankth. Kom postu veç pozitivisht, veç mirë krejt, kur u këthy tash ka pak po kalzoj ma shumë, po Hjekat. Petrit, unë do doja ta pyesja, sepse njeriu e arrin qëllimin, e arriti majën. Më thuaj, kur e arrin majën më të lartë, do më thonë atë qëllimin që e ke, njeriu në subkonsciencën e tij ndjen një lumturi, por pas asaj, a fillon që të ndjehet boshllok sepse kërkon më shumë? Ka dhe shumë maje tjera që do të më gjithë Petrit. Shumë është edhe për so ere që e kry një maje, një varë plëtsimi, mas nena me njëherë vishë shkëm të roqe e plëtsim, shpehet edhe mas nena fillon me lyp diçka tjetër edhe që kjo bëshlaku shumë i ranë, po mu është të mojtë hala mirë se po presë më thyve në tenë mi përqafu njerës dhe mi po, kështë që hala mirë jam njëherë, për të kërri edhe që ajo pjesë nuk e dita. Ka maja tjera, edhe pse thojnë Petrit dhe substanca ma e fortë në rrugën toksore është adrenalini, do me thonë adrenalini nuk krahasot me kur gjë tjetër, po një më sigur që do të mbanë edhe për gjatë kohë. Petrit është rëndësishme shumë mbështetja, Everesti përveç se që është maja më e lartë në botë, është edhe një ndër ekspeditat më të shtrajta në botë. Është da shumë mbështetje, kush ka qenë mbështetësi më i madh për të me realizu të qëllimin tonë me gjithë majën e Everestit. Një ndër majet më të larta në botë që një me sigur që të t'i bësh edhe 14 majat, si uta, zbashku. Në këtë rast, njëri kur dënë në botë që të është, të më donë që ta shfillon vend tonë në ekspedita, është që të një mjetë edhe fondët, se ndryshe nuk do të shumë e shpensu me tepër. Unë kom pas fatalësisht shumë për krahas të fillu prej kryesorëve, Andra Invest dhe Interrex e kështu me radhë shumë për pas. I kom postu dhe kom qitë listën e krejt për krahasve. Po kryesorja, po du me thonë mas krejt këtëne, është mas investime, mas krejt është një ideal që të kemi typë për me gjithë majën.
Unë në këtë rast idealin e kom pas se s'kom rritë për diçka, se unë një tapë e botës biznesit, në kështë që edhe në luftin punë shumë i vogël në 10 dhejtë në pandin, unë e kom pas që atë diçka me shumë marja, këtë rast po kom planuri Kosovës dhe planuri unë kombëtar, edhe i kom pas se s'mëshë milion në dashkë me logaritë edhe me saktë 20 heri kom ushtru senet kuj kam për me ditë, s'me hup energji, kur në gjitna, e bezon planurin e kom pas qëto, dhe e këshesha ashtu edhe në motivoj kjo mojke se hina që ashtu në bërë që me shumë flamurit dhe i natë e kështu që kisha mjallon me rritën më të dhe flamurit se është shumë kisha qef me bërë diçka për vetë tema dhe s'po tam që të kom bërë namin po diçka kisha qef që kjo qëtë element e kom bërë dhe më ka mojtë shumë mirë. Petrit e lajmë pak modestin anësh, tash me të vërtet nuk është diçka dhe me thonë shumë e thjeshtë, e kënë gjithë majnë ma të lartë në botë dhe është normali që edhe të na i përqosh dhe me thonë krenarin dhe këtë atë motivim që e ke pas dhe unë jam shumë e lumtur që të paktën flamuri jone ka arrit edhe majnë më të lartë në botë. Më thuj, Everesti kohën e fundit, Petrit, fatkeqësisht, po them fatkeqësisht, është bërë një ekspedit shumë e shpesht. Shohim do me thonë në numër më të madh të ngjitësve që po... Ka vetën në njerëzit kanë të shqita sfidojnë vetën. Unë e kum pa në shumë të në rasteve 200-300 vetë. Më thuj në periudhën kur unë gjitë te, sa keni qenë prezent? Jo deri në maje, po kështu përgjithësi në ngjitje. Sa ka pasën njerëz nga kriju globi? Këtë betu shë numri ma i nalte, vitin e kalu dove ka qenë 480, këtë herë kanë qenë 492 adept, të më thonë që kanë tentu me shku. Mirë po fatë basë që sot e lexova dhe dje, është pri kompi 3-4 kolona ma e madhe me 200 kusur vetë, ma e madhe pe që eksistën Everesti, kjo e ka bu këtë që të e ka bu që e blokimi që tash kumbu, e tash të këtë për një herë janë shu, për ndryshë fatë basësisht në e na konë ekspedita e parë që jena nisë, dhe këna pas pak, si me thonë, 60 krejt, by the way, për grupin të një një parë që kom hecë, për një kohë shumë gjatë, e kom majtë në primatin 28 veta e na konë. Po du me thonë që na shumë ma mirë me trafikën a kalu, edhe pse të Hilari Stepit që s'qysh ka pas apet prap trafik, si do mas me Tokines, i na konë opozit, një ras sheshin për, në asdi shumë ku me shku ma, dhe shumë e këna pas shtirë që aty mas një orë u shblokiju të këtë, veç një here me një pikë kritike se të kuptohemi pikë kompit 4, deri në maje, janë rrët 2 motor ecje. 2 motor ecje, jam të folë për 8.000 metra, 8.840 metra, o një hap, nëse vish një hap, shkon grabem, ti ke shku poshtë. Do ma thonë me ki dekrën, nësë të se cilin hap, të më vënd fort i koncentru, po do me thonë një rrugë në gushta, e që ke opozit në ka bo, po ta shtu i këta që jënë, zotë i rrujnë, se këta që shumë ka me pas trafik që se din shka me adore. Petrit, unë fillimisht përgëzoj shqyqyrë zotit që u ktheve shëndoshe mirë, që zbrit e poshtë, sepse e dim si është e vështirë ngjitja, po ashtu është edhe zbritja, edhe më e vështirë. Me që e ke përjetuar. Me folë me njerës që e kuptojnë edhe kanë letëzu dhe të informumë si që një dy të ashtë, po se me tjerë është të loshë, se ju do të një ma që një Jo, është shumë e vështirë, e dim. Por më thuaj, momenti i parë, duke i ditur rrethanat e tua, duke i ditur prapavijën tënde, se ke lënë disa njerës, je familjar, ke njerës të afrëm, ke njerës që të duan, kur u ballafaqove me kufomën e parë që i ke, që janë të shumë, më të themi. Kishe një shqetësim të brendshëm që të vazhdoj apo të kthej? Së që anë një keqë është se, po thëmë bre, të vesht mirë, ke një djallë Amerikan, se më kalzum të shepët, se më së dita, rreth 27 vjetë. Kejt e është ati patë shumë bukra, by the way, markën e shizmeve patë njëjtë me temë. Edhe qashtu ishin meta të tesha, qashtu ish meta i djallë, qashtu i lidhë, edhe tash shumë ka dole se të 10 herë me refrym për një hap me qitë, dhe më thonë shkresh aty i afruhe, në beket e kam dhe du të me hekti siguresën tone, se e ka siguresën në metë që aty, e du të me kalu atë person për me dole apëtim e shumë e ranë, kër e këshësha, dhe në qësë qka të shreke menja, e ranë, po më dhe ma e ranë ke kur poshë dhe plët atu, se ata ka shtëm, edhe nuk Po është një luftë e brendshme e njeriut, do vazhdoj apo të tërhiqet? Edhe është fatkeqësisht diçka që nuk mundesh me përshkruar, nuk mundesh me ushtërpën.
Veç është ndjenjë keqe, Shumë e keq, sigurisht. Është edhe një Amerikanë, është edhe një Filipineze, është një Afrikane, shumë Ka dokumentare edhe për të shumë që edhe për shumë vite që ndrojnë tjenë atje dhe që ka tashmë që janë dhe legjenda. My famous që grim buca jo do këtë pishta dhjetave shumë tepër. Ka dokumentar. Ka krasim ka me bu miro thona tibetiane, ka shumë shumë. Këtu ma pak herë të veç nëse dënë edhe pak mi lyvë vetë, se për ndyshe më nëshme kalu me dy, adhe nuk më nëshme, po shumë se i ka bërë tjera, dore se në vishë ta që në fund të vidhën, ta nuk lidh, ta e në fakit së qëmë. Ta pyesim. Po pikërisht kur e përmendë edhe Tibetin, ta shte, apo e kaloj me Everestin, po shkojmë kana tjetër. Cila është e radhës një sfidë që kështë dashur shumë e bo Petrit? Unë do doja njerë të pushon, Petriti. Po, normalisht, tash po flasim për ndoshta vitin tjetër, a? Unë do doja më shumë maja të ngjitet në për bizneset, se sa në për maj malesh. Vetëm ta potencoj që Everesti është... Nëse në një e kam zemër, apo den si Everesti, se këto tjera nuk i kam shumë së raj. Po, dikot që më pëlqen shumë është ka Pakistani më shkun këtë, e du këtë dyshë. Po, tash vetëm ta potencojmë që Everesti është maja më e lartë në botë, po këtë dyshë është mali më i vështirë, se kërkon disa teknika të ndryshme. Do të thonë këtë dyshën ne kishim gjitë pjesë me sa me të pushit e ka shumë keqja, po kisha pos qef, po do na shumë me menu se do të me ljon ka pak njëri egononosh kur e ka një fëmijë, se ka pas shumë raste kur jam një shumë keq, pse pja bëj qëtës. Do mos një herën të kumbojnë ako natë, për në njës ka përsit një ortek, është shumë kjo ofër ne edhe në herë bryma kështu, po jo copa, po bryma në herë, edhe se dhe shumë, për në merë edhe, shumë syrraja, edhe disa herë tash pse kështu qikës edhe, po do të me menu njëre minol pak se për veti, unë e 14 dhe kësha shku me gjitë, po kur e di që janë përgjes dhe një fëmije të konë, të në më konë shumë kujtes, shumë me këshyrë, tu analizu mirë, edhe e këshyrë, se për Everesti shumë janë matë, dhe këmë pështru 2 vjetë, jë më shumë i përgatit, se cilën pikë, që kom qitë hapën dhe kom dim ku jam, jam konë mirë, se kom jam përgatit psikisht, fizikisht, kom ma shumë i përmata, nuk jam njëzve që hajtë, po shkoj me gjitë i malë, jo, krejtë, kom ditë sakt ku jam, qysh jam, spekt jam, programin, edhe ushqimet e kom ditë cilat ku qysh krejtë e kam e angër. Se ku jina njësë për sa me të poshtë edhe letrat e teshave, që janë një kina prese, pesha më kur me vogël. Më do me gran, kina rujt, qysh me mëri, se kom kalkulu, edhe energji që me hargju. Më thonë, se kom në pri që kam i unë, ka drejt 4 kila, 5, e i kom nuk 11 kila, se më do të su shumë. Po, se kom pri që to, se shumë gjumë e kështë atë lashën, shumë gjumë se njeri kër e ka edhe ngrët edhe rren, edhe s'blen s'po lidi, po shë trupi. Po, kër nërth, hargjën shumë energji. E mu mërë shumë temperaturat e nalta, edhe me utën që nga konë pëzën të thanë ka dhu vetë 2017 këta e ka pas kohën e mirë, këtë herë konë rreth 100 km në orë në fryma. Për me aspegu dikujna që është fryma 100 km në orë, si kërë dikush migra makinës dhe me qitë të jashtë dhe me do ecë. Që ashtë të pullë, që ashtë të vjenë, që e shpejtësia frymës, edhe temperaturat minus 40 më dhonë 5, shumë. Për rënë këna. Petrit. E që ajo për dy fish, se në këmë logarit krejt 50 km në rripa, këti këmë logarit ma të vogla. Dhe të doli, parashikime dalin, ne themi, kur luan ideja me futbol, me realizimin, ideja humbën gjithmonë 8-2. Sakt. Petrit, unë doja të të pyesja edhe një pyetje, sepse ke bë një eksperiencë, do më thonë, ballafaqove me shumë vështirësi, je ballafaquar edhe me vdekjen, nën vetdije. Më thuaj, qëfar më pas kësaj eksperience? Mas pari, unë të thash, e këtu një farë jetë tjetër, edhe këmë to jesh në temë gjysë, mas 20 vjetë e karierë, biznes, më dashtë me do pakës, kështu që njerë jam të dashtë të fokusu në familje, në biznes, në punë, për më mpritë moje tjera që ka i kam. E mas në nga për vitin tjetër e këmë ljonë pak një presje, e këshyri, mali nuk e ljonë kur nuk e ljonë, se më ka dhënë jetë edhe tu shumë, po për që kanë gjesë, du na me podë njëre, maratonat i kam shumë për shpirti, i vrapaj,
për mali do na më këshyr, sa se kam e vazhdu me që nuk e kam të lash. Petrit, unë nuk du ma shumë të markos, e di që keni mbledhje, unë falimderit shumë që na i solle paqen që e ke arritën në ngjitjen më të lartë në majën Everest. Falimderit shumë që ndave kohë për neve, falimderit shumë që e ke bo një gjatë tillë dhe e ke vendosur edhe një herë flamurin tonë në majën më të lartë në botë dhe shpresoj që gjithmonë të shtofshin sukseset në çdo sferë që e ke jetës dhe të mirëpresin Maqedoni kurdo që të kthesh me na i sjell edhe energjinë. Faleminderit shumë, Petrit. Faleminderit shumë dhe njëherë dashur mi përshëndet shqiptarët e Maqedonisë, se shumë më kanë shkruajt me fjalë të më thonë tëne edhe me fjalë të popullit unë që çka ne hap. Sidomos garmen që aty se kur i kryshëm një ecjen e kështu telefonin, kështu çka. Faleminderit shumë edhe njëherë. Faleminderit shumë. Shëndet, buzëqeshje dhe kthim sa më të mirë dhe uroj që të takohemi këtu. Sy më sy edhe ballë për ballë për diskutuar për eksperiencën ekstreme që ke Petrit, vetë për fund edhe një sanë kam, të lutem, kështu publikisht. Utën, unë shumë shpesh i shkruaj Utës, mirë po jeni të ftuar të dytë në studio me na ardhën, bashkë me Utën. Gjithsesi, faleminderit shumë. Mirupafshim.